Sot Kisha Ortodokse Serbe dhe besimtarët e saj festojnë Shën Nikollën, shenjtorin mbrojtës të udhëtarëve, mjerinarëve dhe fëmijëve. Ditën e Shën Nikollës është festimi më i zakonshëm i pagëzimit midis serbëve. Edhe gjatë jetës së tij njerëzit e konsideronin Shën Nikollën si shenjtor dhe model të mirësisë së krishterë, dhe kjo e kujton besimtarët vërtytët e Shën Nikollës, dashurinë, dhimbshmërinë dhe bujarinë e tij. Në kishën e Shën Nikollës në Prishtinë, lavdia e tempullit u festua me një liturgji dhe prerjen e tortës festive. Mitropoliti Teodosia i Rashko-Prizrenit më dha në predikimin e tij se Zoti nuk lejon që ajo që është ngritur në emrin e tij e dedikuar atij dhe shenjtorit që i pëlqeu Zotit të vdes. Lista serbe publikoi një video fushate për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare me 28 dhjetor me sloganin "Vetëm lista serbe 127". Në këto zgjedhje ne po zgjedhim paqen, mbijetesën, stabilitetin e një të nesërme më të mirë, unitetin dhe të ardhmen, japse vetëm lista serbe 127 thuhet në postimin e listës serbe në Instagram. Zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare mbahen në Kosovë javën e ardhshme dhe presidenti i listës serbe Zlatan Alić u bëri thirrje serbëve në konventën në Mitrovicën e Veriut që, siç tha ai, të fitojnë së bashku të 10 mandatet serbe në parlamentin e Kosovës. Një delegacion prej 6 anëtarësh i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës do të jetë në Kosovë nga 27 deri në 29 dhjetor për të vëzhguar zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kuvendin e Kosovës. Përpara se të vëzhgojnë vetë votimin me 28 dhjetor, delegacioni do të takohet me udhëheqës dhe përfaqësues të partive politike, përfshirë edhe përfaqësuesit e komuniteteve jo shumici, dhe me kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kryetarin e panelit për ankesa dhe parashtresa dhe përfaqësuesit e Bashkisë Ndërkombëtare, organizata jo qeveritare dhe media. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bën thirrje Beogradit dhe Prishtinës që të zbatojnë marrëveshjen e Ohrit në aktin e autorizimit të mbrojtjes kombëtare, cili u miratua nga të dy dhomat e Kongresit Amerikan dhe u nënshkrua dje nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Shkruhet se marrëveshja në rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë e arritur në shkurt të vitit 2023 përfaqëson një hap pozitiv dhe se të dy palët duhet të përpiqen për përparim të shpejtë në zbatimin e aneksit të asaj marrëveshje. Dokumenti thekson se pasi të jetë bërë përparimi i mjaftueshëm, Shtetet e Bashkuara duhet të shqyrtojnë iniciativën për të forcuar marrëdhëniet dypalëshe nga të dyja palët. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti tha në seancën e qeverisë se çdo kompromis drejt sundimit të ligjit në veri të vendit do të ishte fatal për Kosovën. Kurti tha se institucionet e Kosovës ishin qafë i sulmeve terroriste dhe se realiteti në terren do të kishte qenë krejtësisht ndryshe nëse nuk do të kishin pasur vendime në kohë dhe reagim të shpejtë të policisë. Situata pasore, lëvizja lirë dhe funksionimi i institucioneve shtetërore në veri janë pikërisht rezultati i triumfit të sundimit të ligjit dhe rendit publik, shtoi Kurti. Analisti politik Azem Vllasi beson se masat e Bashkimit Evropian i kanë shkaktuar shumë dëme Kosovës, por edhe se njoftimi për anulimin e gjysmët të masave është një lajm i mirë. Sipas tij, heqja e plotë e masave do të varet nga ngjarjet politike pas zgjedhjeve. Nëse ato shkojnë mirë dhe veçanërisht nëse një parlament i ri konstituohet shpejt pas tyre dhe një qeveri e re formohet bazuar në rezultatet e zgjedhjeve, masat do të tërhiqen plotësisht, tha Vllasi, duke paralajmëruar se nëse përsëritet bllokada politike mund të çojë në rikthimin e masave. Ish-ministri i Kosovës Fadil Ismaili u arrestua në një operacion të kryer në koordinim me policinë, Agjencinë e Inteligjencës së Kosovës.
dhe zyrën e prokurorit special. Zyra e prokurorit njoftoi se gjithsej 7 të dyshuar u arrestuan për krime korrupsioni, shpërdorim të detyrës, rushveti dhe mashtrimi. Ata u kapën në flagrancë gjatë shkëmbimit të parave, njoftoi zyra e prokurorit, dhe prej tyre u morën rreth 20.000 euro në pare të gatshme, armë, bizhuteri, dokumente të ndryshme dhe pajisje elektronike. Moti nesër në mëngjes do të jetë me mjegull dhe i ftohtë, gjatë ditës do të jetë me vranësira mesatare me periudhat me diell, ndërsa mjegulla pritet gjatë gjithë ditës në veri të vendit. Do të fryerë e ftohtë dhe e cila do të jetë më e fortë në jug të vendit. Temperatura mëngjesi do të sillet nga -4 deri në 4, kurse ajo maksimale ditore nga 6 deri në 12 gradë Celsius.